Rruga që e mësyen u amori jetën. 2 gra e K dhe S vdiqën të premte në aksident trafiku, pasi vetura me të cilën udhtonin u përplas me një kamion në kilometrin e 26 të autostradës Ibrahim Rugova. Vdekja e të parës që ishte vozitëse u konstatua në vendin e ngjarjes, kurse e dyta që ishte pasagjere në gjendje të rëndë u dërgua në spitalin e Prizrenit për të transferuar me urgjencë për në QKUK në Prishtinë. Është sjellë nga spitali i Prizrenit në qendrën emergjente pa shenja jete. Lëndime mori edhe MG që ishte shoferi kamionit. I njëjti ka lëndime më të lehta, është duke u trajtuar në emergjencë. Sipas mjekëve të emergjencës, gjendja e tij është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Siç mëson televizioni, aksidenti dyshohet se ndodhi për shkak të devijimeve në autostradë. Shembja e dheut në korsinë e rrugës Prizren-Prishtinë ka bërë që vozitësja të tentojë të kalojë në anën e kundërt, rrugës së devijuar. Duke mos përshtatur shpejtësinë për kalim, ajo goditi kamionin që ishte në të njëjtin drejtim. Megjithatë, ky nuk është aksidenti i parë që ndodh në këtë vend. Kjo për shkak se devijimet në kursi të autoudhës janë tash një vit derisa dheu nuk largohet nga rruga. Së fundmi më 23 nëntor në të njëjtin perimetër, një makinë ishte vetë aksidentuar e një person ishte lënduar. Ekspertët e trafikut thonë se kjo ndodh pasi shoferët nuk janë të informuar mirë për gjendjen në rrugë. Mosmarrja mosave të tyre edhe paralajmëruese për drejtuesit e automjeteve mbi qarkullimin e automjeteve ka mundësi për me konë njëna prej këtyre. Pastaj drejtuesit e automjeteve nuk e kanë në vendësimin e tyre se formën e qarkullimit të automjeteve në këto situata gjatë punimeve në rrugë. Pra duhet mirë respektu. Ky madje edhe jap këshilla se si të veprohet në këto raste. Kompanitë të cilat përmbajnë mirëmbajtjen rreth duhet me pas edhe projekt në atak që unë ju tham shpesh herë, edhe me një herë më intervenu edhe me bë sinjalizimin e duhur. Se kur korsia do të lirohet, ende nuk dihet, pasi Ministria e Infrastrukturës nuk i ka kthyer përgjigje televizionit të premten pasdite.